Unë jam shumë aktiv në rrjetet sociale. E kam ndarë me ju disa herë, ndaj dhe me ata që janë më aktiv këtu, që nëse një nga gjërat që unë pres me shumë dëshirë të më vi kur unë të mos jem më në këtë detyrë është që të mos kem më nevojë t'i trokas algoritmit. Por aba, unë nuk besoj kur që aty tek pasqyra e Facebookut, e Instagramit, dhe tek komente, unë i marë. Mi sjellin, i marë, i lexoj, mundohem të kuptoj, po kur nuk besoj që unë mund të drejtohem prej zhurmës, prej erës dhe prej dallgëve që mund ngrihen aty. Më kanë sugjeruar më të urtët në kuptimin e mençurisë se unë pse lëri mos fol. Ri dëgjoj se atje si atje, ku atje. Unë mund ndjehem përgjegjës për shumë gjëra që duhet shkojnë më mirë. Po unë dhe ju, Partia Socialiste, të ndjehemi me faj, se vetëm fajtorët nuk flasin. Të ndjehemi me faj, pse mblidhet, jo ajo turm, po pse mblidhet planeti, po të doj, që të na tregoj dhe të na imponohet në pikën që të na detyroj që ne të pranojmë të jemi sklever të algoritmit edhe si forcë politike, kjo nuk është e mundur të ndodhë dhe nuk ka për të ndodhur sepse kjo është tradhtia e vërtet nëse mund të flasim për tradhti këtu të mes. Prandaj unë besoj tek politika që zgjohet, jeton dhe shkon të flej me njerëzit real, jo me profilet falso të ballibullistave. Ballibulistat kanë sasinë më të madhe të profileve falso dhe të ndjekësve të blerë dhe ju duhet, ndërsa në të gjithë ndjekësit e faqes time nuk mund të gjendet dot një i blerë. Një i vetëm i blerë. Blien ndjekësit. Blien, sa të duash, dhe ka atje, paguaj, një i vetëm. Që do? S'më janë dashur kur dhe s'më duan. Ne na duan ata që nuk jetojnë tek ajo. Na duan ata që nuk maten me sa ndjekës ka. Ata janë forca jonë. Ata që bëjnë që Shqipëria sot të ketë parametrat më të mirë që ka pasur ndonjëherë në çdo aspekt. Jo më të mirë dhe mundshëm, po më të mirë që ka pasur ndonjëherë. Ata që bëjnë që Shqipëria sot të jetë një vend ku këtë vit bizneset e vogla të hapura deri tani që flasim janë numri më i madh i bizneseve të reja të krijuara në të njëjtën periudhë në vitet e pashme. Ata nuk patjetër shohin, patjetër bien dhe prenë në një moment. Por ata duan të dinë të tjera gjëra dhe ne mund na bëhen shumë leksione, po të na bëhet neve leksion për pensionet. Të na bëhet neve leksion për universitetet. U ngrit diaspora. U ngrit diaspora. U mblodhen profesorët. Oh. Ka një element që nuk e hoqa sepse u bëheshin shumë, po ka një element
tjetër që e tregon historia dhe që na e tregojnë ata që kanë menduar për si zhvillohet bota përpara sa të vinte interneti etj. Ky element quhet pakënaqësia e pritshmërive. Pakënaqësia e pritshmërive është shpreha më kuptimplot e një vendi që ka dalë nga një fazë dhe ka hyrë në një fazë të re. E një vendi ku pritshmëritë janë shumë më të larta dhe ku pakënaqësia e pritshmërive është diçka jo e lehtë për t'u administruar. Dhe ajo që na takon është që ne të vazhdojmë, planet tona janë në tryezë. Unë e di ka edhe intelektual të familjes tonë politike që thonë kjo karta e BE-s është kartë e lodhur. Është edhe një qik si shprehje e faktit që edhe Edi Rama sikur nuk ka më, është një qik e lodhur kjo karta e BE-s, duhet ka diçka që të gjithë këta që kanë studiuar kartat e mia me kaq pasion i keni atje te sheshi xhirimi. Kështu që kush nuk do të shkojë te sheshi xhirimi, se do ketë shumë shesh xhirimi kjo kohë. Të ri këtu në Partinë Socialiste dhe të shikoj mirë që unë nuk kam kartat mia. Karta e BE-s është karta e historisë së Shqipërisë. Dhe karta e BE-s ka brenda të gjitha gjërat për cilat flasin dhe ata që janë aty në protest për arsye gjenuine, që ishin, se s'kam më aty për arsye gjenuine. Ata që ishin për arsye gjenuine nuk janë më aty. Dhe ne nuk jemi këtu për të fituar numrin e klikimeve të ditës. Ne jemi këtu për të fituar Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian.